Pa filtra, Ashtu si që je, ashtu siç është. sepse e vërteta ka rëndësi. Pa filtra. Përshëndetje të dashur dëgjues. Mirë se vini sot në programin ton Pa filtra. Unë jam Anja dhe ju ftoj të qëndroni me mua dhe shoqet e mia në minutat në vazhdim. Përshëndetje të dashur miq. Unë jam Eva dhe ju falenderoj që keni zgjedhur të qëndroni me ne në programin ton. Përshëndetje dhe nga Tea, ju ftoj të mos humbisni këtë program. Sot do flasim për një temë e cila përflitet shumë. Nëse ju kujtohet, në programin e kaluar kemi folur për krahasimin. Sot do të ndalemi pak më shumë te një nga faktorët kryesor të tij. Besoj se e keni kuptuar që sot do flasim për rrjetet sociale, të cilat na zënë një pjesë shumë të madhe të ditës edhe pse shpeshherë nuk e kuptojmë. Shumë e vërtet, unë e shoh veten që shpenzoj shumë kohë në rrjetet sociale dhe nuk bëj asgjë, thjesht bëj scroll. Tja jam shumë dakord me atë që ti sapo the, sepse edhe unë vetë e bëj të njëjtën gjë. Madje kam filluar të kuptoj që arsyeja e vetme që telefoni është bërë varësi për ne është nga rrjetet sociale, se nëse nuk do ishin për to, nuk mendoj që do e përdorim më shpesh, sepse le të themi funksioni kryesor i tij është për të telefonuar të tjerët ose për të kontaktuar. Kështu që mendoj që rrjetet sociale na e kanë bërë telefonin një varësi dhe kemi arritur në një pikë që nuk na shitet nga dora, se ne zgjohemi në mëngjes për shembull dhe gjëja e parë që bëjmë është të shohim telefonin. Hapim mesazhet për të parë kush na ka shkruar, çfarë ka ndodhur edhe kështu me radhë. Unë mendoj se pavarësisht varësisë që kemi krijuar, ne e dimë që rrjetet sociale na kanë sjellë shumë të mira sepse në radhë të parë na mundsojnë komunikim me miqtë tanë që edhe mund të jenë në shtete shumë të largëta dhe të ndryshme, mund të flasim me ta në video call dhe na ndihmon të zgjerojmë horizontin, të njohim kultura dhe vende të ndryshme. Ose për shembull, ne që jemi maturant, na ndihmon fakti që mund të marrim njoftime dhe të jemi të informuar për punën e testeve ose për universitetet. Diçka tjetër që unë mendoj që duhet të flasim patjetër është cyberbullying, i cili ka një ndikim shumë të madh te adoleshentët e sotëm, të cilët edhe bullizojnë, po edhe bullizohen. E vërtet, unë për vete di shumë raste ku njerëz të caktuar janë fshirur pas rrjeteve sociale dhe kanë hapur akante fake, kanë gjetur persona të cilën duan t'i bullizojnë dhe i kanë bullizuar në mënyra shumë brutale. Përveç kësaj, kanë nxitur edhe të tjerë që të komentojnë për ata persona dhe kjo mund të ketë pasur edhe pasoja të tipit që personi bullizuar ka kaluar edhe në depresion dhe është mbyllur në vetvete. Shumë e vërtet është dhe ajo që tha Eva, por një fenomen tjetër që ndodh nëpër shkolla është hapja e spameve. Për mendimin tim, është një nga gjërat më të këqija që mund të ndodhë në shkollë, në gjimnaz ose në nënvjeçare, sepse një koment që mund të jetë anonim mund të ndikojë shumë në personin tjetër, në jetën e personit, sepse kur fillojnë komentet negative, përmenden gjëra personale, qoftë dhe për vajzat, por edhe për djemt. Shohim shumë njerëz që kemi afër, siç e tha dhe Tea, që shohim shumë veta të cilët hapin akaunte të tilla pa e vrarë ndërgjegjja dhe pa marrë parasysh që me këtë që bëjnë mund të dëmtojnë dikën në mënyrë të pakthyeshme. Mendoj që gjëja më e keqe është që rrjetet sociale kanë ndikuar edhe mosha më të vogla, gjë që nuk duhet kishte ndodhur në radhë të parë. Për shembull, kur ishim ne të vegjël, besoj dini që nuk e kemi patur kurrë këto probleme apo jo. Mendoj që është diçka që ndikon si vajzat, por edhe djem një lloj, sepse ata gjithmonë duan të ndjekin shembujt online, shembuj të cilat promovojnë antivlera dhe nuk ja vlen në asnjë mënyrë që të ndiqen. Po një e keqe tjetër që na vjen nga rrjetet sociale janë ngacmimet. Ne folëm pak për ngacmimet si bullizmi, por unë kam fjalën për ngacmimet seksuale të vajzat, po mbas edhe të djemt, se është një fenomen që edhe mund të ndodhi. Na duket pak i pamundur, por që ndodh. Edhe shohim meshkuj të rritur në moshë të cilët ngacmojnë edhe mashtrojnë vajzat, shohin foto të tyre, komentojnë diçka edhe mund të shkojë edhe në pikën që ata për shembull kanë video të një vajze dhe përdojnë për të ngacmuar. Edhe pastaj për ta kërcënuar, edhe kjo është gjë shumë e shëmtuar edhe mendoj që i ndikon goxha te vajzat kjo gjë dhe i krijon qoftë pasiguri, qoftë frikë, edhe nuk dinë si të sillen, nuk dinë si të reagojnë, edhe pastaj mund t'i çojnë mund t'i fusin në depresion ose mund të fillojnë dhe të mbyllen në vetvete. Po. Ne shohim gati çdo ditë që në çdo post që jetë një vajzë që është shumë e bukur, komentet janë të mbushura me meshkuj, të cilët komentojnë vetëm për trupin e saj në mënyrë që s'është as pak e bukur dhe totalisht jo normale. Ata komentojnë më shumë për trupin e saj sesa për atë që ajo është. Po, domethënë ka shumë adoleshent ose më konkrete, unë dhe shoqet e mia zakonisht e mbajmë akauntin ton privat, sepse nuk duam që të kemi këto ngacmime që ndodhin, edhe unë mendojm që postin që hedh ose diçka, ta mendoj 2 herë që ata hedh apo jo, se kush i dihet çfarë mund të thonë ose çfarë komentesh mund të lënë njerëzit. Tani do t'i dëgjojmë disa intervista në lidhje me këtë temë,
dhe do të kthehemi përsëri në studio për të folur rreth tyre. A mendon se rrjetet sociale kanë më shumë anë pozitive apo negative? Negative sepse ato harxojnë kohën dhe heqin vëmendjen nga gjërat e rëndësishme. Ana pozitive është mban lidhje aktive mes njerëzve dhe ana negative që harxojnë kohën. Një anë pozitive e rrjeteve sociale është komunikimi i shpejtë me njerëzit, ndërsa një anë negative është varësia dhe humbja e privatësisë. Unë mendoj se rrjetet sociale kanë më shumë anë negative se sa pozitive, pasi ato harxojnë kohë nga shumica e adoleshentëve dhe ndikojnë shumë keq në zhvillimin e trurit. Gjë e mirë sepse na afron me njerëzit që ne i kemi larg, njerëzit që ne i duam, dhe një gjë e keqe është sepse neve harrojmë dhe humbim prekje me realitetin. Mendoj se që dhe adoleshentët e tjerë kanë pak a shumë të njëjtë mendim me ne, që mendojnë që rrjetet sociale kanë edhe anët negative, por edhe pozitive. Edhe një nga mendimet që dhanë ishte që rrjetet sociale na ndihmojnë që ne të komunikojmë, por që edhe mund të na lëndojnë pak a shumë. Shpërqendrojmë, mendojmë më së shumti. Po, mendoj që të gjithë adoleshentët e din këtë gjë se e kanë provuar vetë, kështu që mendimi i tyre vjen nga eksperienca që ata kanë. Po, vërtet. Një anë negative e rrjeteve sociale lidhet edhe me ato që kemi krijuar varësi, kjo mund të na ndikojë shumë lehtë edhe te marrëdhënia jonë me Zotin. Për shembull, çohemi në mëngjes, edhe themi do e lexoj Biblën pas shkolle pastaj bëjmë gjëra të tjera, ham bukë, kemi të lodhur edhe në fund marrim telefonin. Edhe shtyhet derisa vjen darka dhe pastaj në darkë thua nuk përqendrohem dot. Edhe kështu na ikën një ditë e tërë, kur atë kohë të lirë mund ta kalonim me Zotin, edhe shpenzojmë me telefonin, edhe harrojmë Zotin fare. Dhe kjo gjë nuk ndodh vetëm një ditë, po bëhet rutinë edhe ti e harron Zotin komplet. Edhe nga një ditë përfundon në një muaj apo më shumë, sepse koha me Zotin normalisht të bën të afrohesh më shumë me të. Kur nuk kalon kohë me të, fillon largohesh edhe mendon për gjëra të tjera. Siç e tha dhe Anja, shumë njerëz mund të vinë nga shkolla dhe duan të bëjnë pushim dhe shohin leximin e Biblës si një detyrë dhe jo si një mënyrë për të qetësuar dhe për të kaluar një kohë në paqe me Zotin. Por që për mendimin tim duhet provuar leximi i Biblës pas shkollës, sepse është me të vërtetë diçka që ndryshon komplet rrjedhën e ditës. Goca besoj e dini që në rrjetet sociale ka dhe influencer që besojnë në Zotin dhe që për mendimin tim japi një model shumë të bukur të qenit të krishterë dhe që mua personalisht më ndihmon më shumë që të njoh Krishtin dhe ta përmirësoj marrëdhënien time me të. Pra, në të njëjtin kohë, unë mund të shpenzoj kohë në rrjetet sociale, por këtë kohë e shpenzoj për ta njohur më shumë Perëndin nga adoleshentë të tjerë ose nga njerëz më të rritur, të cilët i përdorin rrjetet sociale për të folur për Krishtin. Si mendoni ju? Në fakt, unë ndjek shumë influencera në TikTok, sidomos nëse ata janë adoleshent, sepse mendoj se është diçka shumë e bukur kur dikush poston fjalën e Zotit dhe kjo më bën që dhe mua të hap Biblën dhe ta lexoj. Por, mirë është të tregojmë edhe kujdes, sepse jo të gjithë mund të japin një shembull të mirë, disa prej tyre mund të shfaqen sikur jeta e tyre është shumë e devotshme ndaj Perëndis, por faktikisht nuk është ashtu. Duhet të kemi kujdes që mos i besojmë çdo gjëje, sepse jeta në rrjetet sociale me jetën e vërtet ka një ndryshim shumë të madh, dhe duhet të fokusohemi më shumë tek çfarë të mirash mund të marrim prej tyre në mënyrë që të rritemi me Zotin, por jo të marrim çdo gjë. Tani do të dëgjojmë perspektivën biblike mbi këtë temë dhe do të kthehemi sërish në studio për të folur për disa mënyra se si mund të mos shpenzojmë më aq shumë kohë në rrjetet sociale. Të dashur të rinj, ndërsa po e mbyllim këtë bisedë për rrjetet sociale, mendoj se është e rëndësishme të kuptojmë një gjë. Rrjetet sociale nuk janë asnjë as demon. Ato janë mjete, dhe si çdo mjet tjetër, mënyra si përdoren mund të ndërtojë ose të shkatërrojë. Bibla, edhe pse është shkruar shumë kohë para telefonave dhe Instagramit dhe nuk flet konkretisht për TikTokun apo Facebookun, flet jashtëzakonisht qartë për zemrën e njeriut, për marrëdhëniet, për fjalët dhe për ndikimin që kemi mbi njëri tjetrin. Dhe në fund të fundit pikërisht këto janë rrjetet sociale. Vende ku njerëzit shprehin zemrën e tyre, kërkojnë vëmendje, krahasohen, komunikojnë dhe ndikojnë. Shumë adoleshentë sot jetojnë në një presion të vazhdueshëm, si a jam mjaftueshëm i bukur, a jam interesant, pse jeta e të tjerëve duket më e mirë se e imja. Dhe rrjetet sociale e ushqejnë këtë krahasim çdo ditë.
Por Bibla na kujton diçka shumë të rëndësishme tek Psalmi 139. Unë të falenderoj sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Vlera jote nuk matet me numrin e ndjekësve apo pëlqimeve apo komenteve që ke në rrjetet sociale. Vlera jote vjen nga fakti që je krijuar nga Perëndia dhe je i çmuar në sytë e Tij. Ka të rinj që ndihen të detyruar të krijojnë një version perfekt të vetes së tyre online. Por kjo e lodh shpirtin. Jezusi nuk na thërret të jetojmë me maska. Ai tha: "Do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë." Ka liri kur nuk përpiqesh çdo ditë të impresionosh botën. Ka paqe kur identitetin tënd nuk e ndërton mbi miratimin e njerëzve, por mbi dashurinë e Perëndisë. Një tjetër gjë për të cilën Bibla flet shumë është fuqia e fjalëve. Në rrjetet sociale, njerëzit komentojnë shpejt, gjykojnë shpejt, lëndojnë shpejt. Flasin pa menduar, pa e perceptuar atë që mund të shkaktojë ajo që nxjerrin nga goja. Një moment mund të duket i vogël për atë që e shkruan, por mund të plagos thellë dikë tjetër në mënyrë të pakthyeshme. Fjalët kanë peshë. Tek Efesianëve 4:29 thuhet: "Asnjë fjalë e keqe të mos dalë nga goja juaj, por vetëm ajo që ndërton." Imagjinoni sikur në vend të filtrave që përpiqemi t'i vëmë fytyrës tonë tek fotot e selfiet që hedhim në Instagram apo Facebook, çdo postim, çdo koment, çdo mesazh të kalonte përmes një filtri. Apo ndërton kjo që po postoj dikë, apo po e shkatron. Dhe pastaj është çështja e kohës. Shumë njerëz zgjohen dhe gjëja e parë që bëjnë është të kontrollojnë telefonin. Kalojnë orë të tëra duke lëvizur ekranin dhe në fund ndihen bosh. Bibla nuk thot askund mos përdor teknologjinë, por na mëson të jetojmë me urtësi. Tek Efesianëve 5 thuhet: "Shfrytëzojini kohën sa më mirë." Çështja nuk është vetëm sa kohë po kaloj online, por çfarë po ndodh me zemrën time ndërkohë? Apo më afron kjo më shumë me njerëzit, apo po më izolon? Apo më ndihmon të rritem, apo po më konsumon? Apo më jep paqe, apo ankth? Perëndia nuk është kundër lidhjes mes njerëzve, përkundërzi. Ai na krijoi për marrëdhënie. Por marrëdhëniet më të thella nuk ndërtohen vetëm me like. Ato ndërtohen me prani, me dëgjim, me sinqeritet, me dashuri reale. Donjëherë telefoni na lidh me botën, por na largon nga njerëzit që kemi pranë. Dua t'ju lë me këtë reflektim. Jezusi nuk do vetëm vëmendjen tënde online, ai do zemrën tënde reale. Në një botë ku të gjithë po përpiqen të duken, Perëndia po kërkon njerëz që janë të vërtetë. Në një botë plot zhurmë, ai ende flet në qetësi. Në një botë krahasimi ai thot ti je i dashur. Prandaj, përdorini rrjetet sociale me mençuri. Mos lejoni që ato të përcaktojnë identitetin tuaj, humorin tuaj apo vlerën tuaj. Përdorini për të inkurajuar dhe për të ndarë shpresë, jo për të krijuar marrëdhënie toksike. Dhe mbi të gjitha mos harroni. Numri i ndjekësve nuk përcakton sa vlen jeta juaj. Ka një që ju njeh plotësisht, ju do pa kushte dhe nuk ju braktis kurrë. Dhe kjo vlen më shumë se çdo famë virtuale. Tani do ju japim disa këshilla të cilat mund të ndihmojnë të përdorni më pak rrjetet sociale. Diçka që ka funksionuar për mua ka qenë vendosja telefonin në një vend larg, sepse normalisht nëse nuk e ke telefonin pranë dhe me rrjetet sociale do rish më pak. Pashtu telefoni mund ta lini në silent që edhe sikur t'ju shkruajnë shumë, mos të tërhiqeni që ta shihni ose ta hapni. Në këtë mënyrë ju mund të kaloni më shumë kohë për veten tuaj me Perëndinë dhe të bëni çdo aktivitet që doni të bëni. Edhe një gjë tjetër që mendoj unë është të bëjt aktivitete, qoftë për të dalë për të luajtur, qoftë për një ecje me një shoqe, shok apo familjar, sepse normalisht nuk është e thënë të jenë gjithmonë prezent shoqëria, të bësh disa gjëra të cilat do të shtyjnë kohën edhe në fund të ditës të ndihesh i ose e plotësuar, pa pasur nevojën e telefonit. Mendoj që edhe një gjë tjetër është të bësh aktivitete që i shërbejnë të tjerëve, edhe të bëjnë të ndihesh më mirë, më i kënaqur, i lumtur, edhe sikur në fund të ditës ti ke bërë një gjë që ja ka vlejtur edhe nuk e ke çuar kohën tënde dëm, i ke shërbyer dikujt edhe mendoj që të shërbesh dikujt të jep kënaqësi. Po, shumë e vërtet. Gjithashtu mund ta vini telefonin në grayscale mode, pra ta bëni bardhëzi sepse nëse telefoni nuk ka më aq ngjyra, ne si njerëz tërhiqemi më pak prej tij. Gjatë studimi, përdoruesit e telefonit kanë raportuar një rënje për 20% deri në 40% të kohës totale që shpenzojnë në telefon.
Kjo sepse pa efektin e ngjyrave tërheqëse, truri nuk merr të njëjtin shpërblim vizuale ta quajmë, duke bërë Instagramin apo TikTokun të duken më të pajetë dhe më pak argëtues. Shumë e vërtet kjo. Ta imagjinosh pak, nëse do ishin bardhëzi telefona, do të ishte shumë e çuditshme. Imagjino do ishte një sufllaqe në telefon pa ngjyra, dhe nuk do duket aq e mirë, besoj. Shumë e vërtet. Kjo pra ishte edhe për sot të dashur miq. Shumë faleminderit që na dëgjuat. Nëse keni ndonjë pyetje, mund të na shkruani në Instagramin ton Pa Filtra Podcast. Dëgjohemi herës tjetër. Mirëdëgjofshim. Pa Filtra, Ashtu siç je, ashtu siç është. sepse e vërteta ka rëndësi. Pa Filtra.